Universi po të dërgon sinjale. Çfarë po të pengon për të ardhmen që meriton, sipas shenjës? A ndihesh ndonjëherë sikur diçka po të ndalon të jesh i lumtur? Ndoshta është një mendim, një frikë, apo një kapitull që s'po mbyllet kur. Sot do zbulojmë çfarë po të mban peng nga jeta që vërtet meriton. Sipas shenjës tënde, merr frymë thellë dhe dëgjoje me zemër. Dashi, ambicia jote është flak, por ndonjëherë ngutesh para se të jesh gati. Suksesi yt ndodhet pas durimit, jo vetëm forcës. Mos lufto gjithmonë. Nganjëherë mjafton të presësh. Universi po të thotë, ndalo, dëgjo, eja më afër qëllimit tënd të vërtetë. Demi, të frikson ndryshimi, por vendi ku ndodh mrekullia është përtej zonës tënde të rehatis. Ke gjithçka që të duhet, përveç guximit për hapin e radhës. Mos prit që jeta të bijë. Nise vetë, sepse qëndrimi në vend është humbja më e madhe. Binja, mendja jote është një fushë me ide, por shpërqendrimi po të rrëmbet. Shumë plane, pak veprim. Universi po të flet qartë. Zgjidh një rrugë dhe ndiqe me gjithë shpirt. Nëse nuk përqendrohesh tani, koha do të kaloj pa një histori për të treguar. Nga forja, zemra jote është thesari yt, por edhe burgu yt. E kaluara të mban peng si një zinxhir i padukshëm. Fal dhe çlirohu. Rruga jote nis aty ku mbaron nostalgjia. Dashuria që meriton nuk është ajo që humbe, por ajo që po pret për te frikës sate. Luani, ti do të ndriqosh, por ndonjëherë harxhon dritën tënde për ata që nuk e vlerësojnë. Suksesi yt i vërtet vjen kur nuk ke më nevojë për duartrokitje. Universi të fton të njohësh vlerën tënde pa e provuar vazhdimisht. Ti je mjaftueshëm. Tani vepro për vete. Virgjëresha, ti kërkon perfeksion, por kjo po të lodh shpirtin. E vërteta është se nuk e për ta pasur kur çdo gjë nën kontroll. Universi po të teston. A mund ta lesh veten të lirë një herë? Mos kërko të rregullosh gjithçka. Nis me veten. Mjafton të jesh. Peshorja, ti do paqe, por për këtë shpesh humb zërin tënd. Ke hequr dorë nga dëshirat për të ruajtur balancën për të tjerët. Tani është koha të mendosh për veten. Universi të thotë, mos bëj paqe me atë që të shkatëron ngadalë. Zgjidh veten. Akrepi, ti je i thellë, por gjithashtu i mbyllur. Të trem ndjeshmëria jote, ndaj mbyllesh pas një force që shpesh është mburoj, jo rrugë. Universi të thotë, nuk je i thyer, je duke u rindërtuar. Lejo të tjerët të shohin si që je. Aty nis forca e vërtet. Shigjetari, ti kërkon më shumë, por ndonjëherë largohesh nga gjithçka që kërkove. Mos e ngatëro lirin me ikje. Ajo që kërkon nuk është gjithmonë në udhëtim. Ndonjëherë është në qëndrimin përballë një sfide. Universi po të thotë, për të fituar, mos ik. Vricjapi, ti je punëtor i heshtur, por rrezikon të harrosh pse nisi rrugëtimi. Jo çdo sukses është i vërtet. Apo ndërton një jetë që të përket, apo thjesht po arrin objektiva bosh. Universi të pyet, kur do ta ndërtosh lumturinë, jo vetëm cvenë. Ujori, ti je ndryshe dhe kjo është fuqia jote, por ndonjëherë të ndjen si i huaj. Suksesi yt është në origjinalitetin tënd. Mos u përpiq të përshtatesh me botën. Ajo ka nevojë për ndryshimin tënd. Universi të fton. Krijo, sfido, bëhu ti arsyeja e ndryshimit. Peshit, ti ëndërron, por jeta nuk është vetëm ndjesi. Ke frikë nga realiteti dhe mbyllesh në botën tënde. Universi të thotë,
Dil jashtë ëndrrës dhe bëje realite. Fuqia jote është e thellë. Tani është koha të ecësh, jo vetëm të shpresosh. Bota të pret. Pengesat më të mëdha shpesh nuk janë jashtë nesh, por brenda nesh. Kur të kuptosh çfarë të mban peng, do gjesh fuqinë për ta lënë pas. Jeta që meriton është aty, duke pritur që ti ta zgjedhësh. Mos haro të abonohesh për më shumë udhëtime shpirtërore dhe të ndash këtë video me dikë që ka nevojë ta dëgjojë.